Bienale është një histori më vete. Këtë vit është viti ere 4 që bëjmë Bienale, ose viti 6 që ka filluar organizimi i dy aktiviteteve madhore, do thoja unë, që shumë pak veta bëjnë sikur e bën re, shumica e shohin dhe bëjnë sikur nuk e bën re, por që është për tu bën re, sidomos Bienalja për arsyen e vetme që bota krijon për Shqipërinë. Dhe është shumë respekt që ti të mbledhësh një grup njerëzish, të vendosësh një temë, që të realizohet një karikaturë dhe t'ja japësh të gjitha asaj bashkësie të madhe të artistëve që lëvrojnë këtë zhanër kaq të vështirë edhe kaq filozofik si kundër është karikatura. Dhe ata të ulen me këtë temë, me emrin Albania, dhe të ulen të realizojnë karikaturë me këtë temë, për mua ky është suksesi dhe kthimi i vëmendjes dhe ekzistenca e Shqipërisë. Sepse Kosova, që sa vjet shtet ka, që shpallur shtet, dhe kishte 3 ose 4 konkurse të karikaturës botërore. Kurse ne asnjë. Një që kemi, edhe ato do të thonë nuk tani bëhet të vinë 70 vende të planetit Tokë, të vinë të prezantohen dhe të mos vi një përfaqësues nga Ministria e Kulturës, sepse nuk i duket emri im hieroglife dhe nuk jam në listën e njerëzve që njihen apo që duhen bërë çokat, po është e pafalshme. Po zëvendës ministra e Kulturës në mos. Po është e pafalshme, sepse nuk bë, se ajo që bën Albanian Excellence nuk është një aktivitet që kalohet pa u vënë. Është një aktivitet që thuhet sa lek ka marrë ajo për të bërë këtë aktivitet, që nuk është fare vërtet, sepse bëhet vetëm me idealizmin dhe vetëm me vizionin që kemi si qendër. Dhe të mos vi asnjëri, të vinë përfaqësuesit e ambasadave të vendeve që marrin pjesë, dhe asnjëri nga qeveria shqiptare. Domethënë, ftesa që bëhet është një ftesë shumë decente, shumë elegante, që bëhet me veprat origjinale të pikturave të karikaturave që kanë ardhur, si nuk e vëreti Ministria e Kulturës. Po ç'a shikon tjetër? Kështu që megjithatë kjo nuk më denigron fare mua dhe nuk më deziluzionon fare. Përkundrazi më jep shumë forca për të vazhduar më tej. Vitin e kaluar e kujtojmë me shumë respekt Korçën, të gjithë Korçën, domethënë dhe prefekturën, Nertiliolen, që për fat keq dhe për fat mirë sa mund të jetë, mund të shkojnë një detyrë më të lartë, që na priti me bujari edhe me zemër të madhe, dhe u organizua konkursi 3 i letërsisë së humorit, morën pjesë 40 autorë që kur mendojnë që letërsia e humorit është në gjendje agonie, të kush boton se, dhe ata që botojnë me sforco për të lekët e tyre, nuk është se. Dhe këngulja e Enri Çilit, në të drejtën, ishte pak shumë ekzigjente për ta forcuar çmimin Niko Nikolla. Pra, se ne duke mos pasur fonde, se duke u parur vetëm nga vetëm duke bazuar tek fondet që mund ta japi bashkia, sekond na ka dhënë Bashkia e Tiranës në çdo aktivitet që kemi bërë. Janë 3 çmime. Çmimi i parë që është 500 euro, 300 euro, 200 euro, sepse kaq është mundësia jonë. Dhe është bërë një luftë shumë e madhe në juri, kryesoi nga zoti Fatmir Toçi, për ta forcuar ekonomikisht. Pra ai njeri i humorit që shkruan humor, të marrë një shumë. Dhe ishte Enri që tha, çmimi Kadare ka 5.000, të paktën çmimi Niko Nikolla të shkoj në 2.500 euro, dhe me ndihmën e Enrit, që financoi gjysmën, më shumë se gjysmën, dhe të një biznesmeni tjetër të Fationit, u bën këto paratë të cilat i shkuan Bujar Kapexhiut. Pra ishte këtë vit sollëm këtë gjë. Vitin tjetër që kemi këtë konkursin, ndoshta diçka tjetër. Kurse për Bienalen e kam për shumë zemër, sepse është, domethënë, nëse këtu tek letërsia e humorit të dhëmb degradimin, do të them, degradim i konceptit të letërsisë së humorit dhe satirës, te karikatura ke vepra botërore, sepse ato janë karikaturistë të nivelit tjetër që realizojnë temën që ti jep. Edhe po e them të emisioni jo, të kjo intervistë, që akoma se kemi shpallur, kemi rënë dakord si grup pune, që tema e këtij viti të jetë ëngjëll apo djall. Sepse ne dim shumë mirë që brenda një njeriu është edhe ëngjëlli edhe djalli.
Kështu që shpresojmë shumë që të na përgjigjem. Unë kam shumë emocione, të them sinqerisht. Momentin që hidhet thirrja dhe në të gjitha faqet botërore të karikaturës botohet Albania me temën e vitit, kam shumë emocione sa të vinë 10, 12, 13 para, pastaj ecim vetë. Por sa vinë ato, them, dërgon Franca për shembull, e shikon. Pastaj vjen një nga Gjermania, pastaj vjen një nga Irani. Atëherë kanë shumë. Irani ka shumë karikaturistë të zot dhe prodhojnë pa masë. Më thonë, nga Irani mund të ketë edhe 30-40 autor. Pjesëmarrës, ka shumë. Pastaj Uria është ndërkombëtare. David Vela është një grafist dhe karikaturist shumë i mirë që jeton në Saragossa në Spanjë, që e kemi gjithmonë pjesë, domethënë, të kësaj të jurisë dhe Agim Sulaj dhe disa të tjerë, domethënë që i kemi në gjithmonë, domethënë që i kemi në juri dhe besoj që sa po ta shpallim, do kemi në një takime ata sigurisht online, por që do të jenë prezent sërish në Korçë. Domethënë, Korça e mori, sepse po Gradeci na lëshoi, se kishin hallin e festës së Lakrorit, festës së Mokrës, festës së Luleve, festës nuk e di, dhe ditë e humorit Niko Nikolla, me gjitha qytetar nderi, e hoqën nga programi, thanë nuk blen. Kështu që gjithë bota nuk do shkojmë po Gradec, aty ku ai ëndrronte dhe e dashuronte në thelb, dhe radhën e atë dashuri për qytetin e tij, por do ta marri Korça si gjithmonë që është një zonjë e rëndë dhe ditë zgjedh.